Gjithçka nisi për një kukull të vogël, një lodër e thjeshtë që zakonisht rrinte në cep të dhomës, mbi një karrige të vjetër. Askush nuk e mendonte se ajo kukull do të bëhej sebeb për një sherr të madh. Gocat ishin mbledhur për të kaluar kohën, për të qeshur e për të luajtur, por siç ndodh shpesh, një gjë e vogël mjafton për të prishur gjithë qetësinë. Benita ishte e para që ngriti zërin. Ajo e mbante kukullën pranë vetes dhe nuk e lëshonte nga dora. Mos e prek, i bërtiti Albës sapo e pa që po i afrohej. Zëri i saj u dëgjua në gjithë dhomën. Sa më shumë fliste Benita, aq më shumë i ngrihej zëri, sikur donte ta mbulonte çdo fjalë tjetër. Alba u step për një çast, por pastaj shpërtheu. Çfarë thua ore? Nuk e kam prekur fare. U mbrojt ajo, me fytyrën që ishte skuqur nga inati. Por Benita nuk u ndal. Ajo e akuzonte hapur se i kishte prekur kukullën pa leje, se ja kishte lëvizur vendin, madje se donte t'ia merrte. Fjalët nisën të përplaseshin sigur. Kush bërtiste më shumë, dukej sikur kishte të drejtë. Benita bërtiste pa pushim, ndërsa Alba, e thyer dhe e zemëruar, nuk e duronte më. Mos më shpith, i tha, duke ju afruar. Tensioni u rrit për sekonda, pa pritur, kukulla ra në tokë. Ajo zhurmë e vogël që si shkëndi. Alba u hodh përpara, Benita gjithashtu. Duart u ngritën, zërat u përzien dhe, pa e kuptuar as vet, u kapën për flokësh me njëra tjetrën. Dhoma u mbush me britma, me lodh dhe me fjalë që nuk tërhiqeshin më pas. Të tjerat u quan në këmbë, disa përpiqeshin t'i ndanin, të tjera vetëm shikonin të habitura. Mjaft, bërtiste dikush nga fundi i dhomës. Për një kukull po bëni namin. Më në fund, me zor, i ndan. Flokët ishin çrregulluar, fytyrat ishin të skuqura dhe syt u mbushën me lodh. Kukulla qëndronte e shtrirë në tokë, e harruar nga të dyja, sikur të ishte e pafajshme për gjithë atë sherr, pas pak ra heshtja. Secila u ul në një cep, duke marrë frym thellë. Inati po ulej, por turpi po zinte vendin e tij. Një lodër e vogël kishte sjellë një zhurmë të